Pamje të reja tronditëse ka ndalë në dritë nga aksidenti tragjik i ndodhur në rrugën Ohri në zonën e Shkënetës në Durrës, ku 2 fëmijë humbën jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur rënd. Video e siguruar nga kamerat e sigurisë tregon mjetin tip Benz ML të drejtuar nga 57 vjeçari Nikola Radaçi, vetëm pak sekonda përpara përplasjes fatale, duke lëvizur me shpejtësi të lartë. Me sy të lirë mund të kuptohet se mjeti përshkon një distancë për rreth 20 deri në 25 metrash në vetëm 1 sekondë, çka përkthehet në një shpejtësi të përafërt prej 70 deri në 90 km/h, një shifër tronditëse duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një rrugë të ngushtë lagjeje, ku kufiri i sigurisë duhet të jetë maksimalisht 20 deri në 30 km/h. Në pamje dallohet qartë se zona është e banuar me banesa pranë rrugës dhe pa infrastrukturë të sigurt për këmbësorët. Në këto kushte, një shpejtësi e tillë kthehet në një rrezik të drejtë për jetën. Ngjarja e rëndë ndodhi më 3 maj 2026, kur mjeti doli nga kontrolli dhe përplasi disa fëmijë që ndodheshin në trotuar. Bilanci ishte tragjik. 2 të mjitur të moshave rreth 9 deri në 12 vjeç humbën jetën në vend, ndërsa një tjetër mbeti i plagosur dhe u dërgua te trauma. Fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas të dhënave, drejtuesi i mjetit rezultoi në gjendje të rëndë të dehur në momentin e aksidentit. Policia ka bërë me dije se Nikola Radaçit ishte pezulluar leje drejtimit edhe më parë në vitet 2020 dhe 2022 për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Pas aksidentit, ai u largua nga vendi i ngjarjes por u kap disa minuta më vonë nga efektivët. Para gjykatës ai është lënë në masën arrest me burg, ndërsa mësuese ka deklaruar se nuk mban mend asgjë dhe se mori në qafë fëmijët. Pamjet e publikuara janë një dëshmi e qartë dhe e dhimbshme. Në vetëm pak sekonda, një kombinim i shpejtësisë së lartë dhe papërgjegjshmërisë në timon mund të shuajë jetë të pafajshme.